Familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë një pjesë shumë të madhe të buxhetit të tyre për ushqime, duke e mbajtur Shqipërinë në krye të rënditjes në Ballkan, ndër vendet me peshën më të lartë të këtyre shpenzimeve në Europë. Sipas të dhënave të Eurostat, të përpunuara nga revista Monitor, gjatë vitit 2025, shpenzimet për produktet ushqimore arritën në rreth 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, ose afërsisht 5 miliardë euro në total. Statistikat tregojnë se megjithse ekonomia ka shënuar rritje, një pjesë e konsiderueshme me të dhënave të familjes vijon të shkojë për plotësimin e nevojave bazë të konsumit. Krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, diferenca mbetet e ndjeshme. Mesatarja europiane e shpenzimeve për ushqim është rreth 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa për vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina paraqiten nivele më të ulta se Shqipëria. Një nga faktorët që ndikon në këtë situatë është niveli i çmimeve. Sipas Eurostat, produktet e ushqimore në Shqipëri gjatë vitit 2025 kushtonin mesatarisht rreth 3% më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërkohë që të ardhurat e qytetarëve shqiptar mbeten dukshëm më të ulta se ato të vendeve të BE-s. Në përllogëritje mesatare, çdo qytet në Shqipëri shpenzon rreth 2.349 euro për ushqime gjatë vitit kaluar. Ekspertët vlerësojnë se kjo peshë e lartë kufizon mundësinë e familjeve për të investuar më shumë në strehim, arsim, shëndetësi, transport apo kursime, duke reflektuar sfida që ekonomitë familjare vijojnë të përballojnë.